Zyra vendore e arsimit parauniversitar Shkodër zhvilloi këtë të martë analizën vjetore të punës për vitin 2025, ku evidentuan arritjet kryesore dhe sfidat e sistemit arsimor në nivel vendor. Drejtoria e Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Shkodër, Brisela Kadia, deklaroi se një pjesë e konsiderueshme objektivave të vendosura për vitin 2025 janë realizuar, me fokus të veçantë te përmirësimi i rezultateve në maturën shtetërore. Sipas saj, këto rezultate reflektojnë punën e institucioneve arsimore dhe bashkëpunimin ndërinstitucional. Kemi vendosur objektiva gjatë vitit 2025, që një pjesë shumë të mirë të tyre i kemi realizuar, rritja notës mesatare, përqendrimi i shkollave duke eliminuar numrin e klasave kolektive, ofrimi i shërbimit mbështetës për nxënësit me nevoja të veçanta, janë objektiva që i kemi realizuar. Sigurisht ka patur edhe objektiva për të cilat duhet punohet më shumë, për të qenë aty në ato limite që ne kërkojmë të jemi. Dhe në këtë moment ne do vlerësojmë edhe ato çka do vendosim prioritete për vitin që pason. Prioritete dhe objektiva për vitin që pason. Mbyllim një vit në fakt me shumë sfida, me arritje për hir të së vërtetës, dhe që ju do i shikoni po që në fakt fal jush edhe kemi patur mundësi edhe t'i promovojmë gjatë gjithë vitit që ka ndodhur këto, por ama na pret një vit tjetër sa sfidues aq edhe konkurrues. Kadia bëri të ditur se për vitin 2026 janë përcaktuar objektiva të rinj, të cilët i cilësoi sfidues por të arritshëm, duke theksuar nevojën për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe forcimin e standardeve në shkolla. Sfidë mbetet siguria në shkolla. Ne kemi patur gjatë vitit 2025 rritje të oficerëve të sigurisë, që sigurojnë atë perimetrin e sigurisë në institucionet tona arsimore, së bashku me mbështetjen e policisë së shtetit, por së bashku edhe me mësuesit, drejtuesit dhe shërbimin psikosocial të shkollës. Është një bashkëveprim i ndërsjell shumë institucional, që sigurisht duhet të jetë konsekuent, i vazhdueshëm dhe që të forcohet gjatë gjithë kohët. Vullneti nuk i mungon asnjërit nga palëve të përfshira, dhe një herë mas here së bashku edhe me policinë e shtetit kemi organizuar takime në mënyrë që si të jemi më eficient në ofrimin e sigurisë të nxënësve në perimetrin e sigurisë të institucioneve tona arsimore. Në analizë u diskutuan gjithashtu sfidat kryesore me të cilat përballet arsimi parauniversitar në qarkun Shkodër, si dhe masat për garantimin e sigurisë në institucionet arsimore.